Sot, kryeministri Kristian Mickoski takohet me Arben Taravarin, ku dhe pritet të bëhet e qartë nëse Aleanca për shqiptarët do të vazhdojë të jetë pjesë e qeverisë. Taravari pritet të sqarohet nëse ka bashkëpunim me BDI-n, gjë që është e papranueshme për Mickoskin. Me apo pa zotëri Taravarin, qeveria është stabile, tha kryeministri Mickoski. Nikogo во животот не сум молил, niti pa imam namera nekoga da molam. Со или без господина Таравари, владата е стабилна, цврста со големо мнозинство, останува на него и на неговите сопартици да одлучат. Ќе повторам. Дали ќе одиме заедно по патот на реформи, владење на право, борба за праведно општество, институции кои што ќе функционираат, или ќе се придружат и ќе коалицираат со оние политички сили кои што со години, би рекол, неколку децении ја криминализира и ја уништуваа државата. Изборот е нивен. I pari i Aleancës për shqiptarët, Arben Taravari, tha se nëse kryesia e partisë do të vendosin që të bashkëpunojnë me BDI-n, atëherë nuk do të duan që të jenë pjesë e qeverisë. Tash për tash, ai thot se vendimi i vetëm i ASH-s është që në zgjedhje lokale të shkojnë me lista të veçanta për këshilltar. Në moment që do vendosim, ose kur kryesia e partisë vendose që të shkojë me BDI-n, as që kërkojmë në vend qeveria, as që duam të jemi pjesë e qeverisë, po tash për tash, kryesia e qendrore ka vetëm një vendin, se dalim me listat tona të veçanta për këshilltar komunal. Kurse sër bashkëpunime, tash me Blenin e shoh se është derë e mbyllur, në bazë të strukturës demografike të ndonjë komune, ashtu edhe bëhen bashkëpunime. Ne jemi parti autonome, vendosim dhe i sjellim të gjitha vendimet në organet tona partijake, kur sjellim ose nëse sjellim që të bashkëpunojmë dikundi me ndonjë parti tjetër që nuk është në qeveri, nuk e shohim vetëm në të jemi pjesë e qeverisë. Nga ana tjetër, Vlen tashmë ka bërë të ditur se në kuvent për koordinator të grupit parlamentar do ta propozojnë Bekim Çokun, me çka me shumë gjasa do të jenë gjithsej 9 deputet. Taravari paralajmëroi se edhe ata gjatë ditës së nesërme do ta formojnë grupin parlamentar. Ne ju urojmë suksese, ju urojmë punë të bardhë, nëse veç është paralajmëruar kjo, me siguri brenda ditës së nesërme edhe ne do ta kemi grupin ton parlamentar, kështu që e shohim si do rrjedhin zhvillimet politike. Në rast se Taravari del nga qeveria, atëherë në shumicën parlamentare mbeten 9 deputet dhe 23 në opozitë. Por, javën e kaluar në Klik Plus, Bilal Kasami nga Vlen tha se nëse hapet dera e qeverisë, dikush do të del dhe dikush do të hyjë. Aleanca për shqiptarët e Zjadin Selës tani po pret për të parë se si do të jenë zhvillimet politike, por Sela para disa ditëve tha se nuk ka bashkëpunim me Vlenin dhe nuk mendon se duhet, siç tha, të hyjë asaj aventure.